Kjo që do t'ju tregoj tani është historia më e çuditshme që kam dëgjuar ndonjëherë. Dhe jam i bindur që do t'ju interesoj dhe juve jo vetëm që do ta dëgjoni, por do t'ju interesoj sepse ka të bëjë me shëndetin tuaj. Ndiqeni me kujdes kush është rastësisht e t'i like faqes që të shiheni sërish. Një tip me emrin Josef punonte shumë, jetonte vetëm dhe jetonte në periferi të një qytete të vogël në Amerikë. Dhe kur u kthye një ditë nga puna, pa mbi tastierën e kompjuterit të tij një copë letër ku shkruante mba e mend. Dhe e mori atë letër e shikoi dhe kush e ka shkruar, sepse në shtëpi nuk futej askush. Shtëpinë e kishte me qira, sepse puna e tij distanconte rreth 25 kilometra nga aty ku ai jetonte. Dhe mendoi që ndoshta është futur në një dikush nga dritarja, pa në për dritaret ishin okej, dera ishte mbyllur, nuk po kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Dhe në letër shkruaj don't forget, mos harro. Dhe ky nuk e kuptoi tani pse dhe kush e shkruajti këtë copën e letrës. Aty për aty nuk i dha shumë rëndësi, por sepse mendoi që ndoshta e kishte shkruar natën për ndonjë diçka që do të shikonte në kompjuter. Dhe zakonisht e zinte gjumi aty në divan. Dhe ndoshta, duke u ngritur nga gjumi natën, ndoshta i kishte ardhur në mendje ndonjë diçka dhe e kishte shkruar në copën e letrës që duhet të mbante mend, por s'kishte shkruar më tepër, vetëm kaq. Kaluan ditë. Dhe Jozefi u kthye edhe një herë, pas 4 ditësh, shikon një tjetër copë letre. Por në atë copën e letrës shkruaj me detaje se çfarë duhet të bënte gjatë atyre ditëve. Atëherë u preokupua. Ishte shumë e çuditshme, sepse kontrolloi edhe një herë, 2 herë dritare, çdo gjë. Madje pa se mos kishte edhe ndonjë vrim që dikush mund të futej në ndonjë vrim, kishte bërë ndonjë vrim edhe futej në shtëpi. Asgjë për gjëje. Çdo gjë ishte perfekte. Dhe ai i erdhën djesht së ftohta se thot, çfarë po ndodh? Me një fjalë, këtu më shkruajnë copa letre, i vën këtu mbi kompjuter dhe në fund fare nuk kuptoi sepse të gjitha dyert dritare janë mbyllur. Dhe e dini se çfarë bëri? Shkoi, bleu një webcam edhe e vendosi sipër kompjuterit, në mënyrë që të ishte gjithmonë në karikim. Dhe tha që mendoi që kushdo që të vi, unë do ta kap tani me webcamin. Dhe kështu bëri. Pas 9 ditësh shikon një tjetër copë letre. Tani ishte akoma më e detajuar ajo letër. Dhe i thoshte se çfarë duhet të bënte fjalë për fjalë. Bile ai në copën e letrës shkrimi nuk ishte i tij. Sepse këtë po thoshte ai, se hajde zëm tha që herën e parë kisha gabuar se po flija gjumë, po shkrimi nuk është imi. Nuk po kuptoj se çfarë po ndodh. Dhe kur u fut në kompjuter, sepse gjën e parë që bëri sa pa copën e letrës pas 9 ditësh, tha padyshim e kam kapur këtu me kamerë, me webcamin që kishte vënë. E hap kompjuterin, hap failin, ishte bosh. Po, aty mendoj që padyshim dikush që futet këtu bën çfarë i do qefi dhe ndoshta dhe ato xhirime që ishin bërë aty tek ajo video pra në të webcam, dikush i kishte fshirë. Këtë mendoj. Dhe çfarë bëri? U fut në Reddit, nëse e njihni, është një platformë që komunikon, shkruan, jep mendimet e tua. Dhe u fut aty dhe e tregoi të gjithë historinë se çfarë kishte ndodhur, nga fillimi deri në fund. Të gjithë u habitën, bile pjesë ndërmuese e atyre komentuesve i thoshin: shiko, nuk ka zgjidhje tjetër, vetëm pronari që mund të vijë aty, sepse mund ta bëjë, me fjalë pronari i shtëpisë, meqense ky kishte me qira të shtëpi, i thanë që padyshim është pronari. Pronari vjen në momenti sepse e di ai se ti kur ikën natën, kur ikën në punë dhe ti kthehesh natën. Dhe kështu që ai e di oraret, hap derën, bën çfarë bën edhe kthehet prapë. Mirë po, prapë nuk e besonte se thoshte, si ka mundësi, tani drejqemori, pse duhet të më paralajmëroj, për çfarë gjë, pse duhet të shkruaj ato copat e letrave, nuk mund të mi thot dot kështu me zë?
përse do më provokoj. Dhe aty për aty dikush nga këta komentuesit i thanë që ndoshta është në një psikopat. Mirë po, aji e njihte mirë pronarin. Ishte një zonjë që ishte rreth 80 vjeçe. Dhe ajo zonjë nuk mund të bënte dot atë, përveç se ishte este ngadalë dhe nuk nuk e kishte ndërmend që të bënte gjëra të tilla. Dhe e anashkaloi, pra tha që nuk është ajo. Mirë po, pas 2 ditësh kur filloi që i përgjigjeshin dhe të tjerë, pra komentues të tjerë, një tip, një djalë shumë i zgjuar, i tha që shikota, problemin nuk e ka, tha. As pronari, shkruajti aty një ekspert, jo vetëm një ekspert, po edhe me një që ishte i informuar, një i zgjuar. I tha problemi është yti. Si është yti, thanë? Dhe të gjithë mbetën pa fjalë, sepse po mendonin çfarë kishte ndodhur. Pse duhet ishte i tij problemi? Tani po ta tregoj ta. Shko vrap, tha, dhe shiko, tha, sipër, tha, në tavan, sepse në tavan kanë vendosur padyshim, tha, ato dispozitivet që punojnë me për të pastruar ajrin. Dhe në qoftë se ato u ka mbaruar bateria, ai dispozitivi që e vë sipër ka monoksid karboni. Dhe monoksidi i karbonit jo vetëm që të humbet memorien dal nga dal, por ti në qoftë se je në kontakt për herë me të, vdes. Me kalimin e kohës vdes. Unë nuk e dija këtë. E dija që shkakton probleme fizike, por jo kaq të rënda. Dhe e dini se kush ishte gjithë kjo zallamahi që ndodhi dhe gjithë ky problem? Ai i tha të shkonte vrap, ky zotëria, me fjalë ky që i informuari, pra i zgjuari, i tha që të shkonte vrap ta shikonte sa më parë. Dhe ai nuk humbi kohë. Aty siç ishin aty që po komunikonin, shkoi, e hapi dhe pa që kishin mbaruar bateritë. Dhe problemi pikërisht ishte ai dispozitivi. Këta dispozitivet në disa shtete të botës janë të detyruar që ti duhet i vendosësh për shumë arsye. Dhe për arsye nuk duhet futem detaj sepse nuk i njoh mirë, duhet të lexoj. Megjithatë, meqense ky dispozitiv nuk kishte bateri, shkaktonte pra monoksid karboni. Dhe monoksidi karbonit krijon probleme të rënda në tru, në shëndet, me fjalë me kalimin e kohës vdes. Dhe kështu bëri, i ndroi bateritë dhe çdo gjë në rregull. Tani, problemi ku kishte qenë? Që ai kishte humbur memorien, dal nga dal po e humbiste totalisht memorien. Dhe ç'bënte? Kur i kujtohesh diçka, ky Jozefi shkonte dhe shkruante ato copat e letrave që i linte në kompjuter, që të kujtojë kur të zgjohej ose kur ditën tjetër që të mund të bënte disa punë. Pra ato që kishte shkruar, ato që mbante mend në atë moment që kishte shkruar tek copa e letrës. Dhe copat e letrave ishin të tija, po ai nuk i mbante mend. Ai i vendoste aty dhe memoria e tij kishte filluar që të ishte pjesë-pjesë. Pra në disa momente po, në disa momente jo, dhe nuk e kuptonte. Ai nuk mund, në qoftë se juve ju vjedhin memorien, ju vjedhin ndërgjegjen, ju do ta kuptonit, askush nuk e kupton. Dhe tjetra, ai kur kishte vendosur atë webcamin që vendosin në kompjuter, kishte harruar sepse aq memorie, kishte harruar që ta ndiste. Kështu që fajli ishte bosh sepse ai kishte harruar ta ndiste. E vendosi atë, por harroi në darkë, kur vajti që ta aktivizonte, me fjalë që duhej ta aktivizonte, kishte harruar. Dhe kështu që kjo harres e kishte bërë që të kishte mbritur deri në atë pikë. Unë mbaj mend që edhe një miku ynë, ai Maksim Zotaj, pikërisht nga këto dispozitiv thuhet që humbi jetën sepse filte nga këto kontingjent. Të paktën kështu thuhet. Unë kështu dëgjova nga disa, megjithatë janë tepër të rëndësishme këto informacione, sepse përveç se informohemi, por dikujt mund t'i shpëtoj edhe jetën. Bile do t'ju them, ai zotëria, ai që kishte informacione, ai zgjuari që e informoi, fal Zotit që ai informoi, sepse në qoftë se nuk do ta kishte informuar këtë që të shikonte se ishte ky problemi, Jozefi nuk do jetonte më, do vdiste. Pra, informacioni është tepër i rëndësishëm. Informacioni është dije,
është jo vetëm dije, por është edhe pushtet. Dhe doja t'ju thoshja që është e rëndësishme ajo që bëjmë ne këtu çdo ditë. Pra, zgjojmë mendimi kolektiv dhe njëkohësisht japim informacione. Se si që thash, informacioni është dije. Kështu që natën e mirë, faleminderit që jemi gjithmonë prerë bashkë dhe pres komentet tuaja. Çfarë mendimi keni për këtë argument ose për argumentet të ngjashme që mund të shkaktojnë probleme për shëndetin e njeriut teksa flini apo teksa jetoni në atë hyrje, në atë shtëpi apo kudo që gjendeni. Ju përqafoj, natën e mirë.